Në burgun e Durrësit, ku gjendet e izoluar prej një viti e gjysmë, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia, priti për 5 orë 2 avokatët britanik të studios ndërkombëtare Mick Konderea, Ben Brenton dhe Celia Mar. Ky ishte takimi i parë mes tyre dhe pse mbrojtësit e huaj prej muajsh kishin kërkuar leje nga SPAK për të biseduar me klientin e tyre, teksa në dalje avokati Brandon u shpreh i bindur se në fund Velia do të rifitojë lirinë në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Sot diskutuam aplikimin që synojmë të paraqesim në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit në Strasburg, lidhur me ndalimin e tij dhe vazhdimin e kësaj mase sigurie. Shpresoj që procedurat të ecin sa më shpejt, në mënyrë që ai të lirohet dhe të vazhdojë jetën e tij familjare dhe funksionin si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Avokati Veliaj Clarendreca sa kaq sqaroi se ankimimi në Strasburg do të fokusohet te kërkesa që nuk u pranua nga gjykata kushtetuese, edhe pse kjo e fundit e ktheu çështjen për masën e sigurisë në gjykatën e lartë. Lidhet me aplikimin që ne do bëjmë në gjykatën e Strasburgut, lidhje me masën e sigurimit, sepse vërtet ne korrëm një fitore në gjykatën kushtetuese e cila e ktheu çështën, shfuqizoi vendimin e gjykatës lartë për të ripar çështjen e masës sigurimit. Megjithatë, ne nuk kemi marrë gjitha pikat që kemi kërkuar në gjykatën kushtetuese, nuk janë pranuar gjitha pikat dhe për këto pika ne do të shkojmë në gjykatën e Strasburgut dhe për këtë është edhe ekipi i anglezi i mbrojtjes. Ne do të çojmë në Strasburg edhe vendimin e gjykatës paraprake, e cili nuk i krijoi mundësinë zot Velie që të njihet me çështjet, madje mos kishte as avokat në gjykimin paraprak. Dhe gjithashtu do të çojmë edhe një çështje tjetër që ka lidhje me pavlefshmërinë e akteve në gjykatën e kushtetuese. Në burgun e Durrësit mungonte grupi amerikan i avokatëve të Veliajt, të cilët ndryshe nga britanikët ende nuk e kanë marrë një leje nga prokuroria që të takojnë klientin e tyre. Më 25 maj, gjykata kushtetuese vendosi kthimin e çështjes në gjykatën e lartë, duke kërkuar argumentim më të plotë për vendimin që rrëzoi kërkesat e kryebashkiakut të Tiranës. Ndërkohë, mbrojtja ka paralajmëruar edhe apelimin e vendimit të gjykatës administrative për çështjen e emërimit të Olzdados si prokuror i SPAK-ut.